Protestues nga Lugina e Vjosës së bashku me ushtrues të sportit të kajakut nga vendet të ndryshme të Europës kanë protestuar para kryeministrisë kundër ndërtimit të digave në Vjosë. Simboli i kësaj proteste ishte një kajak i firmosur nga më shumë se 1000 njerëz që mbante mbi shkrimin "I dashur Edi Rama, ndaloni projektet e digave në Vjosë dhe krijoni një park kombëtar për lumin e fundit të egër në Europë." Megjithse tentuan që këtë kajak të dorëzonin vetë kryeministrit, ata nuk u lejuan as të afronin pranë shkallëve të kryeministrisë. Banorët e zonës thonë se nuk do ta lejojnë të finalizohet ky hec i pa konsultuar që prek direkt pronën e tyre. Atje kemi varret e të parëve tanë, nuk na i mbushin dot varret me ujë këta. Jemi rritur në Vjosë e duam Vjosën të paprekshme. Ka plasur tani një javë ka që ka plasur lajmi që atje do të ndërtohet një hidrocentral. Kanë marrë firma nga Fieri, nga Lushnja apo ku dëgjoj unë, me demek që përfaqësojnë banorët e Kurtës, Qorrushit, Anabregut, Poçemit, të Shkozës, të Gorrishtit. Kjo është e padrejtë. Ne nuk do ta lejojmë kurrë këtë. As një lloj kontakti, as Këshilli Bashkiak, as kryetari i bashkisë, as ne si njësi administrative. Ne jemi kundra hidrocentralit, do luftojmë jo kjo protestë, po shumë protesta të tjera me radhë. Gjithë banorët janë kundra. Edi Rama nuk do e bëj, nuk do e arrijë dot që ta ndërtojë hidrocentralin, as qeveria. Kjo kauz ka gjetur mbështetje edhe nga mediat ndërkombëtare, të cilat do të pasqyrojnë këtë protestë të veçantë kundër shkatërimit të zemrës blu të Europës, e mbetur e vetme e pacënuar deri më sot.